Përplasja e fundit verbale në ferma VIP, ku konkurrentja Fabiola ju drejtua me gjuhë fyese moderatores Arbana Osmani, kanë nxitur reagime të shumta. Të përdorësh një gjuhë rruge brenda një formati televiziv që ndiqet nga miliona vet, është e patolerueshme. Në atë moment, Arbana ruajti qetësinë dhe më vonë në rrjetet sociale është shprehur: "Nuk ka rëndësi se si të etiketon dikush, rëndësi ka se si ti vendos si përgjigjesh." Në këtë rast, moderatorja zgjodhi heshtjen. Por ajo që nuk është thënë është fakti se bashkëshorti i Arbanës, Eduard Grishaj, e ka kushurir Fabiolën. Ky u zbuluar rastësisht gjatë një aktiviteti ku u shfaq një film i realizuar nga Grishaj. Në përfundim të projekcionit, Ola deklaroi para banorëve se Eduard Grishaj, "Unë kam kushuri." Paralelisht në rrjetet sociale po qarkullon dhe një fragment nga një intervistë e mëhershme e Grishaj, ku ai konfirmon se është me origjinë nga Bajsa, vendi nga vjen edhe Ola. Por pas momentit të fortë në studio, ku Ola ju drejtua Arbanës me fjalën kuçk, reagimet nuk munguan as jashtë fermës VIP. Familjarët e Olës mbyllën menjëherë rrjetet e saj sociale, por vetëm një ditë më pas, ato vendosën që t'i rihapin me një kusht të vetëm, që Instagrami i Olës të mbetet privat, si përpjekje për ta mbrojtur nga vala e komenteve dhe reagimeve negative. Familjarët e konkurrentes janë shprehur se janë shumë të keqardhur dhe të turpuruar për mënyrën se si Ola i është drejtuar Arbanës. Gjithsesi, duhet theksuar se Ola po përballet me emocione të forta pas largimit të Adionit nga gara.